mund është ti të vish se se ke marrë një certifikat që pretendon pronësie dhe pa marrë informacionet e sakta se si është përfituar kjo certifikat pronësie. Certifikata pronësisë që përdor Genërdyshi për të marrë lejen e ndërtimit është një certifikat pronësie fituar në bazë të dokumentave falso. Dhe normalisht gjykata ka fol për herë të parë para disa ditëve, foli ditën e hënë gjykata e apelit Tiranës, absolutisht që çdo institucion drejtësie që është i pakorruptuar do flasin në të drejtën e banorëve, sepse ata janë në drejtën e vet, ne jemi në drejtën tonë, ajo është prona jonë, dokumenta që ne zotrojmë janë dokumenta origjinale që kemi që i trashëgojmë prej vitesh dhe i kemi mbrojtur në kohën e diktaturës dhe me gjitha vështirësitë e kohës, i kemi mbrojtur, ndërsa zotëria që pretendon ta marrë të pronën, thotë që unë kam kërkuar kthimin e pronës që më kanë lënë stërgjyshrit e mi. E para punës aty ai nuk ka pas asnjëherë stërgjyshur. Stërgjyshrit e vet i ka koplik, nuk i ka fare në rjoll. E dyta, kur është marrë prona nga shteti komunist të gjithë banorëve të rjollit, është lista që mund ta marrë çdo institucion, individ nuk e di sa mund ta marrë, nuk ka marrë për familjen time, por lista e plotë është në arkiven hipotekore të prefekturës Shkodrës, ku ne jemi 125 familje dhe emrat e atij zotëris nuk ekzistojnë fare aty dhe nuk janë fare aty. Janë të gjithë emrat e banorëve të rjollit, atyre që ju shikonin çdo ditë në protest, para ardhës të tyre, ndërsa zotëria nuk e ka emrin aty. Dhe unë nuk e di se ku ja ka marrë shteti i diktaturës atë pronën që ai pretendon që ta kthejë. Gjithashtu është edhe një dokument tjetër shumë i fortë dhe shumë i rëndësishëm, që ai ka përdorur edhe në gjyqin që ka fituar, që thot prona që pretendon Fatmir Shpellzaj bazohet në një dokument të familjes Jukaj, ne kemi bler pronën nga familja Juka, ku thot, certifikata e pronësisë familjes Juka thot, familja Jukaj në lindje kufizohet nga Guri Çam dhe nga Çole Zeneli. Guri Çam nga prona që ka përvetësuar sot Fatmir Shpellza është 2.8 km larg, 2.08 km larg, dhe këtë nuk e them unë, e thot leja mjedisore e kompanisë Genërdysh. Pra ajo pronë është e zhvendosur të paktën 3 km. Kështu që kjo është edhe një absurd tjetër që unë nuk e di se çfarë pret prokuroria e Shkodrës që nuk bën aktin e ekspertimit për të nxjerrur se ku ndodhet prona vërtet.